Tahir Mea është vrarë në vitin 1981, po në Drenicë. Dhe është shemë shtëpia e tij me tank. Dhe fëmia nga me djepa kanë rënë nga lartësitë. Në djep, pra Serbia aq mizore sa dhe fëmijët në djepa i ka vrarë. Dhe filmi që do e sfasim nesër, do të ketë pamje shumë të dhimbshme, po pamje të vërteta. Dhe mendësia e Slobodan Miloševićit, që ka bërë operacionin Patkoj për shpopullimin e 800.000 shqiptarëve, bazohet në memorandumet, elaboratet e Çobrelovićit, të pykër shqiptari që është antar i bandës Zez, që është pjesëmarrës i vrasjes së Franz Ferdinandit, që ka ndodhur lufta e parë botërore. Ky është çetniku akademik i Serbisë. Pra operacioni Patkoj ka pasur qëllim shpopullimin e Kosovës. Krejt mbi 800.000 shqiptarë janë shpopulluar me dhunë nga trojet e tyre. Dhe ka atë mendësi që ka pas Stefan Deçanski, Stefan Dušanić, Farosi, Mbytsi, Asfiksusi. Mos harrojmë se Serbia i ka bërë përmendore Draža Mihajlovićit. Një kriminal i luftës dytë botërore që kanë bashkë me Gjurisiçin ka bërë masakrën e Bihorit në luginën e Lymit. 9200 burra e gra janë të vrarë.